Por në vend pati i zi buke dhe Abrami zbriti në Egjipt për të banuar, sepse në vendin e tij ishte zi e madhe buke. Por ndodhi që kur po hynin në Egjipt, ai I tha Sarajt gruas së tij: "Ja, unë e di që ti je një grua e pashme." Dhe kështu kur egjiptasit do të shohin, kanë për të thënë: "Kjo është gruaja e tij, do të më vrasin mua, por do të lënë të gjallë ty. Të lutem, thuaj që je motra ime me qëllim që mua të më trajtojnë mirë për shkakun tënd dhe jeta ime të shpëtojë për hirin tënd." Në fakt, kur Abrami arriti në Egjipt, egjiptasin pan që gruaja ishte shumë e bukur. E pan dhe oficerët e faraonit dhe e lavdëruan para faraonit dhe gruan e quan në shtëpinë e faraonit. Dhe ai e trajtoi mirë Abramin për shkak të saj. Kështu Abramit I dha dele, buaj, gomar, shërbyes, shërbyse, gomarica dhe deve. Por Zoti e goditi faraonin dhe shtëpinë e tij me fatkeqësira të mëdha për shkak të Sarajt, gruas së Abramit. Atëherë faraoni thiri Abramin dhe I tha: "Ç'më bëre? Pse nuk më the që ajo ishte gruaja jote? Pse më the motra ime?" Kësisoj unë e mora sikur të ishte gruaja ime. Ja pra, ku është gruaja jote? Merre me vete dhe nisu. Pastaj faraoni u dha urdhër njerëzve të tij lidhur me Abramin dhe këta e nisën atë, gruan e tij dhe gjithçka kishte.